Izabela Ramos ishte 18 vjeçe me një çantë shpine jeshile të zbehur dhe 340 real në xhep, kur baba i saj, Renati, hapi derën e shtëpisë dhe tha, pa ja hequr syt nga telefoni, se që nga ai moment ajo duhej të kujdesej vetë për jetën e saj. Nuk pati britma. Nuk pati grindje. Kishte diçka shumë më të rëndë, indiferencë të plotë. Një lloj indiference që nuk lë shenjë, sepse as nuk përpiqet të plagos. Renati u kthye me qetësi, hyri përsëri brenda në shtëpi ku gruaja e tij e re, Fernanda, po e priste dhe e mbylli derën me një butësi që dhemte më shumë se çdo përplasje e fortë. Izabela qëndroi disa sekonda në trotuar. Dielli i shtatorit ishte i nxehtë për atë orë të mëngjesit. Një fqinj kaloi pranë saj duke shëtitur një qen me zinxhir. Rruga dukej krejtësisht normale, sikur asgjë nuk kishte ndodhur, sikur një jetë e tërë nuk ishte palosur dhe futur në një sirtar së bashku me gjërat që nuk shërbejnë më për asgjë. Ajo rregulloi çantën në shpatull dhe filloi të ecë. Izabela nuk e dinte në atë moment, nuk mund ta imagjinonte as në mendjen e saj 18 vjeçare, se 4 muaj më vonë një letër e regjistruar do të ndryshonte gjithçka. Nuk e dinte se, nën tokën e paranas, një burr i moshuar me duar të ashpra dhe sy të kthjellët kishte kaluar dekada duke përgatitur diçka për të. Vetëm për të. Por para se ajo letër të mbërrinte, para se ajo pronë të zbulonte sekretet e saj, Izabela duhej të mbjetonte. Dhe ajo mbjetoi në mënyrën e saj, me dinjitetin e paprekur, të vetmen gjë që askush nuk kishte arritur t'ia merrte kurrë. Ekziston një ndryshim i madh midis të qenit i varfër dhe të qenit i braktisur. Varfërin e lufton me punë, me kohë dhe me këmbëngulje. Braktisja është diçka tjetër. Është një mungesë që ka formën e saktë të një personi dhe zëvend në gjoks, edhe kur nuk ka asgjë aty. Izabela ishte lënë pas shumë herë përpara asaj mëngjesi shtatori. Ajo ishte lënë pas kur nëna e saj, Sonia, vdiq nga një pneumoni e trajtuar keq kur Izabela ishte vetëm 7 vjeçe. Pas asaj dite, baba i saj e shikonte sikur ajo të ishte një problem që Sonia kishte lënë pas. Ajo ishte lënë pas kur Renati u martua për herë të dytë me një grua që e toleronte si një mobilje të vjetër që nuk përshtatet më me dekorin e ri të shtëpisë. Më pas ajo grua u largua dhe Renati u mbyll për 3 vite në një heshtje që ishte më shumë vetkeqardhje se sa dhimbje. Pastaj u shfaq Fernanda. Fernanda ishte e re, me flokë të drejtë dhe një buzëqeshje të përsosur që dukej sikur ishte ushtruar përpara pasqyrës. Ajo nuk bërtiste dhe nuk ishte e hapur në armiqsinë e saj. Ishte e ftohtë në mënyrë të rafinuar, një koment i vogël këtu, një heshtje e qëllimshme atje, dhe Renati thjesht nuk shite asgjë. Kështu, një të martë të zakonshme, 3 javë pas ditëlindjes së saj të 18, Renati hapi derën dhe i tha se ajo duhej të largohej. Izabela kishte vetëm një çantë shpine jeshile të vjetër. Brenda saj kishte dokumentet, letër njoftimin, certifikatën e lindjes dhe disa rroba. Ajo kishte mësuar shumë herët se dokumentet janë më të rëndësishme se rrobat. Ajo kishte edhe 340 real. Padaria Shën Jozefi ndodhej 8 bloqe larg. Ajo kishte punuar atje për 8 muaj si shitse në banak, duke u zgjuar në 4 të mëngjesit çdo ditë. Pronari, John Batista, ishte një burr i thjeshtë dhe i drejtë. Kur Izabela hyri nga dera e pasme atë mëngjes me çantën në shpinë dhe një fytyrë që përpiqej të mos tregonte asgjë, ai e pa për disa sekonda. Pastaj tha, dhoma e pasme është bosh. 300 real në muaj. Përfshin mëngjesin. Izabela pagoi menjëherë. I mbetën 40. Dhoma ishte e vogël, me një shtrat të ngushtë, një dritare me hekura dhe një pris në murbanjoja ndahej me Gjonin dhe me Edilsonin, djalin që bënte dërgesat dhe që gjithmonë mbante atlete të bardha të pastra në mënyrë të çuditshme. Era e bukës së sapo pjekur hynte vazhdimisht në nder. Në fillim ajo e zgjonte natën. Nuk ishte vetëm uri për ushqim, por një lloj urie për ngrohtësi njerëzore, për ndjenjen e të pasurit një vend ku i përket. Izabela punonte 6 ditë në javë. Fitonte 1100 real në muaj. 300 shkonin për dhomën. Me pjesën tjetër blinte gjërat më të nevojshme, oriz, fasule, vezë dhe ndonjë frut të lirë kur kishte fat. Çdo monedhë që kursente e vendoste në një zarf brenda librit të biologjisë së bashku me dokumentet. Ajo nuk çante në publik. Lotët ishin vetëm për natën, kur dhoma ishte e qetë dhe dritarja linte të hynte vetëm një katror i vogël qielli. Çdo mbrëmje ajo paloste batanien me një kujdes pothuajse ritual.
E paloste në gjysmë, pastaj përsëri, derisa bëhej një katror i rregull. Ishte mënyra e saj për të krijuar pak rend në një botë që ishte shpërbër. 4 muaj kaluan kështu. Pastaj, një pasdite të martë, mbërriti një letër e regjistruar. Postieri trokiti 2 herë. Zarfi vinte nga një zyrë notariale në Curitiba. Izabela e lexoi dokumentin disa herë përpara se ta kuptonte plotësisht. Argjemi Ramos, 84 vjeç, kishte vdekur 2 muaj më parë. Ai ishte gjyshi i saj. Dhe i kishte lënë asaj gjithçka që kishte, një prom prej 18 hektarësh në brendësi të Paranas. Izabela nuk kishte parë kur një vend kaq të madh. Nuk e dinte saktësisht sa ishte 18 hektar, por e dinte se ishte një mundësi që jeta nuk ta jep shpesh. 3 javë më vonë, kur John Batista i tha me keqardhje se nipi i tij do të vinte të punonte dhe do të kishte nevojë për dhomën, vendimi u bë i pashmangshëm. Izabela bleu një bilet autobusi për Curitiba dhe një tjetër për një linjë rajonale që kalonte pranë pronës. Pas një udhëtimi të gjatë, autobusi ndaloi pranë një dyqani të vjetër bus rrugë. Shoferi, Gilmar, i tregoi drejtimin. 3 kilometra nga kjo rrugë. Porta e parë prej hekuri pas kthesës. Izabela filloi të ecë në rrugën e baltës së kuqe. Pas një kohe, ajo pa portën e ndryshkur. Dhe pak më tej, shtëpinë. Shtëpia e Sitios Santo Antonio ishte një rënojë e madhe druri me 2 kate. Balkoni i sipërm ishte shembur nga njëra anë, çatia kishte vrima dhe dritaret ishin mbuluar me rrjet metalike të ndryshkur. Bari i egër kishte mbuluar oborrin. Në mes qëndronte një pus i vjetër guri. Izabela qëndroi për disa minuta përpara derës kryesore. Në dorë mbante çelsin e vogël që kishte ardhur me letrën nga noteria. Era lëkunte pemët dhe një dëras kërciste lehtë në heshtjen e vendit. Ajo futi çelsin në dry. Për një moment mendoi për të gjitha vendet ku kishte jetuar dhe për të gjitha vendet ku nuk ishte ndjer kur në shtëpi. Pastaj e ktheu çelsin. Dryni u hap me një klikim të thatë që u përhap në heshtjen e oborrit. Izabela Ramos shtyu derën e vjetër dhe hyri brenda për herë të parë në shtëpinë e gjyshit të saj. Ajo ende nuk e dinte se pas atyre mureve të vjetër e priste një histori shumë më e madhe se gjithçka që kishte jetuar deri atëherë. Ajo nxori çelsin nga xhepi, hapi drynin dhe dera u hap me një kërcitje të gjatë që u përhap në korridorin bosh. Era që doli nga brenda ishte e rëndë me aromë myku dhe gjërash të vjetra. Nuk ishte myku i fortë i një rrjedhje të re uji, por ai i butë që vjen nga vite të tëra lagështje të grumbulluar, dru që ka përballuar dimër pas dimri pa dritare të hapura, pëllura që kanë thithur dekada ajri të palvishëm. Ishte një erë që mbushte mushkërit si një rrëfim i heshtur, këtu jeta kishte ndaluar mjaftueshëm gjatë për të krijuar atmosferën e vet. Korridori kryesor kishte dyshe me dërase të errësuara nga koha, por ende të forta. Në mes shtrihej një qilim si sali i konsumuar aq shumë sa dukej më tepër si fije se sa si qilim. Në të majt ndodhej një dhomë ngrënieje me një tavolinë të rëndë druri, 4 karrige dhe një komodinë me pasqyrë që kishte humbur një pjesë të shkëlqimit të saj. Në të djathtë ishte kuzhina me një sobë të vjetër me dru prej hekurit të derdhur, një lavaman guri dhe dollap druri me bojë të bardhë që po zhvishej në copa të vogla. Në fund të korridorit ngrihej shkalla që çonte në katin e sipërm. Izabela vendosi çantën e shpinës në dyshemen e dhomës së ndenjes dhe qesen plastike mbi tavolinën e drurit. Qëndroi për një moment në mes të kuzhinës duke parë rreth e rrotull. Pa dashur, mendoi për gjithçka që babai i saj, Renati, kishte thënë gjatë viteve. Ndonjëherë me fjalë, ndonjëherë me heshtje, shpesh me atë shikim të ftohtë që kalonte mbi të sikur ajo të ishte një pengesë dhe jo një vajzë. Ai e kishte bërë të ndiej sikur nuk meritonte shumë, sikur jeta ishte më e rëndë për shkak të saj dhe se bota nuk do të ishte më e butë me të. Ajo mendoi për një çast se ndoshta ai kishte pasur të drejtë. Ndoshta kjo ishte trashëgimia që i takonte, rënoja, myk, bari gjatë dhe heshtja e një shtëpie që kishte mbetur bosh për shumë kohë. Megjithatë ajo qëndroi, sepse nuk kishte ku të shkonte tjetër. Ditën e parë pastroi sa mundi. Hapi çdo dritare që hapej, fshiu pluhurin dhe gjetet e thata që kishin hyrë nga rrjetat e ndryshkura. Në një dollap gjeti një kovë metalike dhe shkoi te pusi në obor. Uji ishte i turbull, por ishte ujë. Ajo e mbushi kovën, e la të qetësoi, e filtroi me një copë fanele nga një bluzë e vjetër dhe e zjeu në sobën me dru, të cilën mezi arriti ta ndiste. Gatuajti pak oriz dhe hëngri në këmbë duke parë nga dritarja oborin që dielli i pasdites e ndriçonte nga një kënd i ulët.
Natën fjeti në një dhomë në katin e poshtë mbi një dyshek që mbante ende një aromë të lehtë livandoje të përzier me erën e përgjithshme të mykut, sikur dikush dikur kishte provuar të luftonte kohën me aromën e luleve. Ditën e dytë zbuloi kotecin e pulave në fund të oborrit, pothuajse të fshehur nga bambut e egra. Para se t'i shihte, i dëgjoi një kakarisje e dobët, pa energji. Brenda ishin 3 pula të dobëta me pupla të çrregullta dhe sy të gjallë. Njëra ishte e bardhë me njolla gri, një tjetër me ngjyrë karamel që qëndronte në cep dhe një e tretë e zezë me një njollë të bardhë në qafë që ju afrua rjetës dhe e vështroi Izabelën me një intensitet të çuditshëm. Ajo nuk arrinte ta kuptonte si kishin mbijetuar për kaq gjatë. Ushqyesi kishte vetëm mbetje të thata dhe ena e ujit ishte bosh. Megjithatë ato kishin mbetur gjallë. Izabela mbushi enën me ujë dhe gjeti në kuzhinë një thes të vogël me misër të thyrë. Kur e hodhi në ushqyes, pulat u afruan ngadalë me kujdes. Filluan të hanin njëra pas tjetrës, gjithmonë me një sy të ushqimi dhe tjetrin të ajo. Diçka tek ato e preku thellë. Ndoshta këmbëngulja për të mbijetuar. Fakti që kishin qëndruar aty, pa u dorëzuar. Në ditët që pasuan ajo krijoi një rutinë, në mëngjes kujdesej për pulat dhe ndiste zjarrin në sobë, gjatë ditës pastronte nga një dhomë të shtëpisë dhe në mbrëmje lexonte librat e vjetër që kishte gjetur në korridor. Në ditën e 5, ndërsa përpiqej të hapte një dritare të bllokuar në një dhomë të pasme, dërasa nën këmbën e saj u fundos pa pritur. Zemra i rahu fort. Në ndysheme u shfaq një hapje e errët me një shkallë të vogël druri që zbriste poshtë. Izabela ndezi dritën e telefonit dhe zbriti. Bodrumi kishte mure guri dhe 2 sheme dheu. Në qendër ndodhej një strukturë e madhe e mbuluar me një mushama blu të zbehur, e lidhur fort me litar. Ajo i preu me një thik kuzhine dhe tërhoqi mbulesën. Nën të ishin piktura me vaj mbi kanavac, të mbështjella me kujdes dhe të vendosura njëra mbi tjetrën. Ajo hapi njërën, një peizazh i fushave me araukarie dhe një fëmijë që vraponte në horizont, i mbushur me një dritë që dukej sikur vinte nga vetë ngjyra. Në cep ishte shkruar me gjerma të vogla, A. Ramos. Argjemi Ramos. Gjyshi i saj. Kur hapi të gjitha, numëroi 43 piktura të krijuara gjatë shumë viteve në heshtje. Pas rreshtit të fundit të pikturave gjeti një kuti të vogël metalike. Brenda kishte letra të palosura me kujdes. Në pjesën e përparme të secilës ishte shkruar, për të dashurën time, Izabela. Ishin 14 letra. Ajo hapi të parën. Shkrimi ishte i madh dhe i parregull. E dashura ime, fillonte letra. Babai yt nuk më lejon të shoh, por unë të shoh në çdo gjë që pikturoj. Kur të rritesh dhe bota të sillet keq me ty, sepse me të gjithë sillet kështu, eja këtu. Kam ruajtur gjërat më të bukura që kam bërë ndonjëherë. Janë të gjitha për ty. Argjemiri kishte paralajmëruar se kjo mund të ndodhte. Në një nga letrat ai shkruante drejt për drejt, Xhaxha i madh, Claudio Ramos, do të përpiqej ta kundërshtonte gjithçka. Ai ka qenë gjithmonë kështu, kishte shkruar ai, por unë jam përgatitur. Ti do të fitosh. Qëndro e fortë. Në fund të asaj letre kishte shtuar me një dorëshkrim që duke i lodhur, e dashura ime Izabela, ti gjithmonë ke qenë gjëja më e mirë që ka ndodhur në këtë familje. Më vjen keq që mund ta them vetëm me letra. Izabela i lexoi të 14 letrat ulur në dyshemen prej dheu të bodrumit. Drita e telefonit her pas here dridhej, por ajo nuk ndalonte. Nuk shikoi orën dhe nuk mendoi për asgjë tjetër përveç fjalëve të atij njeriu që kishte kaluar dekada duke ruajtur gjithçka për të. Kur lotët erdhën, nuk ishin nga dhimbja. Ishte një ndjenjë që nuk dinte ta emërtonte, diçka mes njohjes dhe përkatësisë. Dikush në këtë botë e kishte parë kur ajo vetë nuk arrinte ta shihte veten. Ajo u ngjit nga bodrumi shumë më vonë. Shtëpia ishte zhytur në errësirë dhe pasditja ishte kthyer në natë. Izabela ndezi zjarrin në sobën me dru vetëm për dritë dhe qëndroi gjatë duke parë flakën. Kishte 43 piktura në bodrum, 14 letra në një kuti biskotash dhe një gjysh që kishte vdekur vetëm në një spital të qytetit, pa pasur mundësinë t'i thoshte ballë për ballë ato që kishte shkruar për vite të tëra. Të nesërmen në mëngjes ajo shkoi te pulat. Pulza e zezë me njollë të bardhë në qafë ju afrua si zakonisht. Izabela e pa për një çast dhe tha me zë të ulët se edhe ajo nuk e dinte ende çfarë duhej të bënte. Disa ditë më vonë erdhi Dona Conceição, fqinja e vjetër që kishte njohur Argjemirin për shumë vite.
Ajo solli një kavanos me ëmbëlsirë qumështi dhe u ul në kuzhinë me një qetësi të natyrshme. Ishte ajo që kishte telefonuar ambulancën natën kur Argjemiri ishte sëmur rënd. Ajo konfirmoi me vendosmëri se ai kishte qenë plotësisht I kthjellët deri në fund. Pak kohë më vonë në fermë erdhi një ankandist nga Curitiba, Roberto Henrique Pires, I cili ishte rekomanduar nga një noter. Pas tij erdhi edhe ekspertja e artit Renata Silveira. Ajo zbriti në Bodrum dhe kaloi disa orë duke analizuar pikturat. Kur u kthye lart, ajo hoqi syzet dhe tha qetësisht se pikturat ishin vepra të Argjemi Ramosit, një piktor rajonal nga Parana që kishte ekspozuar dikur në muze, por më pas ishte harruar. Sipas saj, koleksioni kishte një vlerë të konsiderueshme, sepse veprat nuk kishin hyrë kurrë në tregë. Vlerësimi paraprak për të gjithë koleksionin ishte midis 1 milion dhe 1.600.000. Pak javë më vonë u shfaq Claudio Ramos me një avokat. Ai pretendoi se testamenti ishte I pavlefshëm dhe se Argjemiri kishte qenë I sëmur mendërisht kur e kishte nënshkruar. Një gjykatës pezulloi përkohësisht shitjen e pikturave dhe Izabela u gjend sërish pa para dhe pa rrugdalje të qartë. Atë natë ajo qëndroi në verandë duke parë yjet mbi pishat e larta. Kujtoi një rresht nga letra e gjyshit, ai do të përpiqet, por unë jam përgatitur. Ti do të fitosh. Të nesërmen ajo shkoi të takonte avokatin e vjetër Evaristo Paz, një mik I Argjemirit prej shumë dekadash. Ai kishte dokumentet e nevojshme dhe pranoi ta mbronte pa pagesë paraprake. Procesi zgjati disa javë, por provat ishin të forta. Në fund gjykata vendosi, testamenti ishte I vlefshëm dhe Izabela Ramos ishte trashëgimtarja e ligjshme. 12 pikturat u shitën në ankand përgjithsej 480.000 real. Oferta më e lartë individuale ishte për një peizazh të vitit 1985, një fushë e hapur me araukaria në sfond dhe një mjegull të ulët që piktori e kishte kapur me një teknikë që ekspertja e artit Renata Silveira e quajti të jashtëzakonshme për një artist pa formim formal. Ajo pikturë u shit për 65.000. Izabela Ramos qëndroi në një cep të sallës gjatë gjithë ankandit me Conceição pranë saj, e cila kishte këmbëngulur të vinte dhe kishte veshur përparsen e saj më të mirë prej sateni blu me trëndafila. Çdo ofertë shpallej nga ankandisti me një zë të qetë dhe të kontrolluar. Izabela dëgjonte numrat duke u thënë me të njëjtin ton me të cilin mund të shpalleshin rezultatet e futbollit apo çmimet e mallrave në tregë. Për të, ato shifra ishin të mëdha, pothuajse të pabesueshme. Për të tjerët në sallë dukeshin krejt normale, si diçka që e dinin prej kohësh se vlente aq. Kur ankandisti goditi për herë të fundit dhe shpalli përfundimin, Conceição I shtrëngoi butësisht krahun Izabelës. Ajo hodhi syt nga muri ku më parë kishin qenë të varura pikturat. Tani kishte vetëm hapësirë bosh. Mendoi për gjyshin e saj, Argjemi Ramos, në Bodrum, duke mbështjellë çdo pikturë me kujdes në pëllur pambuku dhe duke lidhur litaret me nyje të sakta. Kishte kaluar vite të tëra duke I ruajtur në heshtje. Izabela doli nga ankandi me 480.000 real në një llogari bankare që e kishte hapur vetëm një ditë më parë. Me ato para filloi restaurimin e fermës së vjetër. Një inxhinier nga Curitiba, Henrique Almeida, I rekomanduar nga avokati Evaristo Paz, erdhi për të ndihmuar. Ata riparuan themelet, rindërtuan çatin dhe restauruan verandën me dru të fortë të ngjashëm me atë origjinal. Instalimet elektrike u rindërtuan plotësisht dhe pusi I ujit u thellua me ndihmën e një fqinji të ri, Edilson Ferreira, I cili dinte gjithçka për pompat e ujit. Ngadalë obori u pastrua dhe u kthye në jetë. Izabela zbuloi edhe kopshtin e vjetër me gur që Argjemiri kishte ndërtuar shumë vite më parë. Ajo mbolli perime dhe më pas një pemtore me dhjetëra pemë frutore. Në katin e sipërm të shtëpisë mori vendimin më të rëndësishëm, dhomën më të madhe nuk do ta përdorte si dhomë gjumi, por si galeri. Aty vendosi pikturat e mbetura të Argjemirit. Galeria u hap një pasdite të qetë të dielën. Banor nga fshati dhe qytetet përreth erdhën për të parë pikturat e një artisti që kishte krijuar në heshtje për vite të tëra. Dhe në atë shtëpi të vjetër, e mbushur me dritë dhe njerëz, Izabela kuptoi se trashëgimia e gjyshit të saj nuk ishte vetëm arti apo paratë. Ishte një besim I thellë se diçka e bukur mund të ruhet për vite të tëra, duke pritur momentin e duhur për të dalë në dritë.